prandaj ngulmoj shumë jo të informacioni, se mësuesi informacionin e jep, do ta gjej dhe mënyrën për ta dhënë, për të krijojmë fëmijët njerëz, fëmijë të mirë të edukuar, sepse kur janë të tillë edhe shkolla duhet. Ai do ta doj librin, do ta doj mësimin. Mu më ka ndiku jashtëzakonisht shumë për formimin tim fillimisht, por pastaj mësuesi e kalon këtë e përcjell. Dhe në lidhje me këtë mund të them dy raste, mësuesit folën kush mahet mend më shumë, ne kena pafund zënës, me hy duhen shumë orë histori, unë do të tregoj vetëm dy raste, ndoshta pak ekstreme. Isha mësuese në kombinat, dhe një ditë në borë një gjoj një vajzë që përdorte një fjalor krejt jashtë orbite, i thojsha unë, dhe unë mënyrën time të komunikimit e kam pas gjithmonë vetëm për vetëm me nxënësin. Jo në kolektiv, jo vetëm për vetëm, me një gjuj herë çfarë thot, me marrë informacion nga vjen ky fëmijë dhe ç'kusht e ka. Dhe për të rënë shkurt, kjo vinte nga një familje ku të dy prindërit ishin shumë të smur, këta ishin 3 fëmijë në një gjendje ekonomike teje të vështirë, edhe fillova lidhjen me të, duke i vu në pa vlera që ajo kishte si vajzë, dhe si me madhja e familje, si gjendjen ekonomike, dhe mira shkurt, prindërit e saj mrena 3 muajve humbën jetën dhe fëmijët përfundon në jetimore. Dhe cilin moment nuk harroj. Në jetimore shku me qeverinë e nxënësve dhe kujtoj që ka qenë senatore e shkollës një Iskra Haxhi Hyseni, që sot është mjekë diku, edhe në momentin që kemi shku tek Zyber Hallulli, na ka pa nga dritarja, nuk e ka ditë që shkojmë, as ajo as dy vllai dhe motra, na ka pa nga lart dhe ka fluturu, kur them nuk vraponte, po fluturonte në borë, edhe kur na erdhi, vetëm a ka vu kokën këtu te gjoksi, ka fillu me qa. Nuk kemi fol as një fjalë, as ajo, as son. Shumë emocionuese. Do me thonë, ishte një emocion i paparë. Dhe një rast tjetër që du t'i them çdo mësuesi. Një vajzë që kishim tek Kadze Fllumi para disa vitesh, e cila u shoqëru në provimin e lirimit me një police të veshur civile, pra ishte në mbikëqyrje, vajzë me cilën kisha bisedu shumë herë dhe kur nuk ma tha një fjalë, po as një fjalë, unë vetëm flisja, ajo vetëm një gjonte. Ditën që mbaroi provimi dhe po zvriste nga shkallët me oficerën e policisë, unë desha ta përshëndes, mu hodh edhe më tha në vesh, të falenderoj shumë. Mu ma duk se me kaq që më ka dhanë jashtëzakonisht dhe kam kuptu që fëmijët... Edhe do të mbetur këtu në... Po kam kuptu që fëmijët janë shumë mirë njohës. Pra me kur nuk i vefaj fëmijëve, jemi ne prindërit, mësuesit, gjyshërit, krejt shoqëria.